Kur jemi të lumtur, i themi vetëm fjalët. Kur jemi të dëshpëruar, e kuptojmë kuptimin, rëndësinë e tekstit. Po, shumë është Gjithë kjo lidhet me atë këtu që e kemi. Unë jam shumë e Nën fat. kaptinën tonë. Unë jam shumë e fat që e kam studiuar muzikën, të paktën e kam bërë gjysmë në terapisë Ti në je studime. shëruar, por ne që si jemi shëruar me çfarë do bëjmë? Sepse edhe pikërisht për këtë temë sot ne kemi të ftuar miq dashur, konkretisht një mikeshën tonë që do ta kemi shpesh në emisionin e mëngjesit. Definitivisht. Edhe pikërisht për temën të cilën sot shënojmë ditën ndërkombëtare të shëndetit mendor, se sa është i rëndësishëm për ne, se sa duhet përkushtohemi, se sa duhet të ofrojmë ndihmë e shumë të Sa tjera. thelpsore është mirëqenia jonë dhe sa me jo seriozitet ndonjëherë marrim veten, mirë po për të gjitha pyetjet, për të gjitha të themi këto dilema që i kemi. Dilema djetësore. Ju njëkohësisht mund të na shkruani në numrin ton papagesë që do të plasohet këtu në ekranet tuaja. Së bashku me ne kemi edhe doktoreshën specializante të klinikës së psikiatrisë në Shkup, Erblin Hoxha. Faleminderit shumë Erblina që je sot bashkë me ne dhe që u zgjove herët, do shta me obligime të shumta, mirë po gjete kohë edhe për neve. Faleminderit juve për ftesën, është kënaqësi të marr pjesë në emisionin e juaj, sidomos sot që shënojmë ditën botërore të shëndetit mendor. Doktore, ne po diskutojmë shpesh Kemi në çdo shumë pyetje institucion. sot, shumë Jo, kemi pyetje shumë kemi. pyetje dhe do të mundohemi që t'ju japim deri diku ndonjë zgjidhje pyetjeve, sepse janë të shumta. Është një gjë që nuk e shohim, por e ndjejmë, e përjetojmë zakonisht. Është çështje mendore. Mendimet e kemi të çuditshme. Edhe kur jemi në disponimet më të mira, ndonjëherë kemi do thyerje psiqike që kalojnë në do delire të pakëndshme. Por në çdo institucion flasim doktoresh, hajde në këtë repar se ka shumë pacient, hajde këtu në këtë institucion ose gjithandej, edhe e kemi marrë sikur këtë, edhe pse është inkognito, por ne e pa njohur, por e themi, e njohim, ndonjëherë e marrim si me shaka, mundohemi që ta te kalojmë atë problematik që e kemi. Si do t'i japim zgjidhje kësaj doktoresh? Si e mendoni ju? E kupton, është një gjë që e kemi të gjithë, po e trajtojmë si me shaka, po prapë sërish ne e mbajmë në veten tonë. Në fakt si po e nxjerrim. kuptojmë, të themi shekullin e fundit apo kështu vitet e fundit, si po e kuptojmë shëndetin mendor? Sa po jemi të informuar për veten, për rrethin, thjesht sa është i rëndësishëm shëndeti mendor? Ju kuptoj, shëndeti mendor është një pjesë multidimensionale e shëndetit përgjithshëm të njerëzit, e cila si formë së pari, si i përmendet ti, ato janë mekanizma që ne i përdorim gjatë jetës. Mekanizma që ne mundohemi të ballafaqohemi me sfidat e ndryshme që i kemi gjatë jetës. Mirë po, shëndeti mendor nënkupton që ne nuk duhet të ndjejmë frikë, nuk duhet të ndjejmë turp, për shembull nuk jam mirë ose nuk po ndihem mirë, ose kam frikë. Këtu nuk janë qëllime që ne t'i mbajmë në vete, por këto përkundrazi duhet t'jenë shkase që ne t'i bisedojmë me të afërmit, ose thjesht bëjmë një pauzë, të pushojmë pak, ta kuptojmë çka po ndodh me veten, që mbi të gjitha sendet ne nuk mund të kemi kontroll. Edhe të lypim ndihmë profesionale. Mendoni do të shkëputemi prej rutinës së përditshme që e bëjmë, apo të shkëputemi prej problemit që e kemi? Nuk mendoj që mund të shkëputemi prej problemit, jo. por mendoj që mund të shkëputemi prej rutinës, të ruajmë atë shëndetin tonë që i kemi primar, shëndetin mendor. Që ne të funksionojmë dhe jo thjesht jemi në gjendjen burnout dhe të shkojmë punë me gjendjen tonë për përkeçuar mendore. Sepse pastaj reflektojmë edhe keq. Pastaj reflektojmë tek punësumi së pari, tek familja së pari, tek të afërmit, tek të rrethit. Kur e tha dritroji pacient, unë mendoj që ndonjëherë Ne gjithë jemi pacient. po atë disha të them, pikërisht në këtë departament të domethënë mjekësisë, do të them kështu, të gjithë jemi pacient. Për shëndetin mendor të gjithë kemi nevojë. Asnjëherë mos thoni që jo, unë jam shumë mirë, unë nuk kam nevojë. Nuk ka njeri që është mirë. Nuk ka njeri. Jam e bindur që të paktën e ke një problematikë apo një sfidë në jetë që e kalon, mirë po ndoshta nuk je i aftë që ta zgjidhësh në mënyrë më të duhur. Sa jemi ne të vetëdijshëm për shqetësimet dhe sfidat që i ballafaqojmë. Ka njerëz ndoshta që kanë ndonjë diagnozë jo shumë serioze, mirë po e ka një diagnozë dhe sa e kemi të lehtë t'i pranojmë këto të paktën viteve të fundit. Sepse është bë pak më shumë, nuk do të them fjalën trend, po është bë një vetëdijsim i duhur i shëndetit mendor, sidomos tek gjeneratat më të reja. Po të kuptoj, unë mendoj që shëndeti mendor dhe sa jemi taft ne të kuptojmë, të mësojmë emocionet që po na ndodhin me neve, mendoj që ky trend që po e thu ti është në rritje, ne ta kuptojmë çka po ndodh me veten. Nuk kisha dashur me i cilësu për shembull veten ose na më thirr si pacienta në emrin e tillë ose të flasim me diagnoza, Po bëjmë pak edhe sarkazëm, Po e kuptoj, po unë po e them prej anës time sepse
gjithë mundemi të kemi probleme, është e vërtet. Gjithë mundemi të kemi thyrje në jetë që nuk mundemi të sfidohemi me probleme ose të përballemi me problemin. Mirë, po e rëndësishme është që ne të mësojmë emocionet çka po ndodh me neve. Të jemi në gjendje ta kuptojmë kur nuk jemi mirë dhe jo të fajsojmë ose të gjejmë shkaqe të ndryshme. Të fokusohemi në ato që me neve çka po ndodh ose me rrethin, ose dikush tjetër të afërmit, familjen, shokët, në punë, kudo. Ti ndihmojmë atyre që i shohim që nuk janë të ndihmë mirë. Edhe kjo është një anë e mekanizëm që ne e masim shëndetin mendor tek të tjerët. Për shembull, gjithë kemi dikon në afërsi që ka probleme ose e shohim që me të vërtet është me një gjendje të e kalu pak më të vështirë të jetës vet. Është e rëndësishme me qenë afër atij personi, të paktën minimalja që mundemi me bësh me ndëgjuar atë person. Dëgjimi aktiv. Atë që e përmendëm sot, Po. dëgjimi aktiv, të paktën ta dëgjojmë një rrëfim që e ka ose një dramë që ka kaluar, ta dëgjojmë dhe atëherë mund t'i japim të paktën ndonjë udhërrëfim ose mund të orientojmë ku duhet. Po edhe mos mi dhonu udhërëfim, shumë është e mjaftueshme, është Vetëm ta minimale, nxjerrë. vetëm ta dëgjojmë. Shumë e rëndësishme, Ta dëgjojmë pacientin ose ta dëgjojmë për shembull personin fjalë, shokun, mos ta paraqikojmë, mos t'i tregojmë që e ka gabim, ta pohojmë për ato që po e kalon, edhe t'i tregojmë që gjithçka është në rregull që është tu kalu. E jo tash na ta paraqikojmë, ta marrim pyetje, ose t'i tregojmë që jo nuk është në rregull kjo. Kur ta shohim që ai person nuk po mundet vetë me kalu këtë fazë, normal, janë profesionistat shëndetësor, jemi ne, që jemi të gatshëm gjithmonë për me dhënë kujdesin e duhur. Mirë, unë do duhet të ndërlidhem, më fal Valbona, s'ka problem. sepse jam prind, edhe qasja prind fëmijë mundohemi në mënyra të ndryshme për t'i zbërthyer ata, sepse kanë ndryshime emocionale të çuditshme gjatë ditës, ndoshta është edhe mosha edhe periudha që i kalojnë, por a ekziston akoma në shoqërinë tonë si temë tabu kjo qasja e rrëfimit? Për shembull, çështjet fetare, tempojt disa fe kanë këtë rrëfimin me priftin, ku ka një hall, të tjerët kanë rrëfime të ndryshme, ndërsa tek ne ekziston paksa si tabu temë, zbërthimi ose të marrim Liria e të shprehurit me prindin e kam është. paksa problematike për ta zbërthyer, për ta formuluar si fjali, sepse zakonisht vajzat me nënën e kanë atë urën lidhse për të rrëfyer. Por si mundet ne baballarët në përgjithësi, si mundet ta zbërthejmë një vajzë, si mund të diskutojmë lirshëm? Ekziston akoma ai muri i tabus, sepse jemi në qiell të tillë. Këtu tek ne. Fatkeqësisht, Unë mendoj themi. që është pak ndoshta edhe obligimi babait që ta rrëzon atë murin, ndoshta unë mendoj kështu, sepse unë kam pas kështu raportin me Është si prindin tim. shoqëri, e kemi të krijuar Po, atë murin. ajo është, nuk po them vetëm në rastin tëm, po them edhe për rastin tim. Domethënë është pak a shumë Edhe sa herë që mundohem ta pyes, ta zbardh, të Është më e nxjerr vështirë, diçka, a? është shumë e vështirë, Po. më anashkalon, nuk më përfillën, mundohet të gjen momentin që shtegun për të shkuar tek nëna për të rrëfyer. Si çfarë duhet të bëjmë ne si shoqëri për ta thyer këtë barrierë edhe të kemi një akses të qasshëm me fëmijët tanë? Të Për hapur, çfarë të lloj lirë. problematike që mund ta kenë ata? Shumë e qëlluar pyetja sepse kjo është problem shoqëror, është proces shoqëror, është fenomeni negativ që e kemi ne në shoqëri, është stigma. Domethënë stigma është ai proces shoqëror që shoqërohet me stereotipe të ndryshme, të cilat kufizojnë ty me të kallëzu çka po të pengon, ose të kufizojnë si njeri ose edhe një fëmijë ndryshëm me kallëzu çka po ndodh me fëmin, fjalë ose me të rriturin ose me të moshumin. Edhe automatikisht ne i marginalizojmë këto njerëz. Shkaktojmë probleme psikologjike, liria nuk është stigma nuk i lejon njerëzit janë të lirë. Nuk i lejon të janë vetvetja sepse ti vet i ke ato tabu që mos fol për atë, mos bëj atë. Po. Edhe automatikisht ti fëmin nuk e lën. Fëmia domethënë, edhe nëse ti në E familje fusim në një buhasë të çuditshme, pa e vetdije. izolojmë. E izolojmë. E izolojmë fëmin, edhe në momentin që ne izolojmë fëmin, fëmia si me tregu. Po mirë, toleranca e tepërt, a mund na përmirëson si shoqëri apo jo? Toleranca e duhur, Apo- nuk kisha me thonë toleranca e tepër, toleranca e duhur. Nëse shohim që nuk po dim, nuk jemi të përgatitur për fëmin ose për raportin fëmijë me prind, unë mendoj që ka ekipe, ka psikiatër, ka psikolog, ka mësues, pedagog, punonjës social. Edhe gjithë këto mundin me na ndiku që na me gjetë një rrugë të duhur për te fëmia. Se unë jam e vetëdijshme që ne ose prindrit nuk mundën vetë me di çka po ndodh me fëmin ose m'ia dhon tretmanin e duhur ose sjelljen e duhur. Do thonë nëse e shet që fëmia yt është duke reagu pak më ndryshe ose thjesht nuk po din ç'sh më sjell me fëmin, kërkon ndihmë. Se si prind mendoj që e sheh kur diçka nuk është në rregull me fëmin edhe duhesh me reagu më njëherë.
Ose Në momentin që s'di ti jep zgjidhje, ka ndihmë dikush momentin tjetër që që mund ta shet që zbërthejnë. nuk po din mi dhon zgjidhje fëmijës, momentin që përshet që fëmia është i izoluar, momentin që përshet që fëmia nuk po mundet mi tregu nevojat e veta, dëshirat e veta, atëherë duhet me reagu. A për ndryshe këshill prej me, për të gjithë prindrit është lejoni fëmijët me fol, lejoni fëmijët me tregu çka po ndin, edhe për krahni për atë. Jo mos fol ose t'lut na hesht, t'lut na mos fol ato, nuk bën me fol ato, është turp ta flasësh ato. Fëmijët duhet me qenë të lirë. Edhe duhet mu rritë Të shprehen tamam të siç shprehen duhet, të lirë. Domethënë është cenzura e shprehjes të mendimit. Që kemi që që kemi kemi në si gjenerata shoqëri, po, që po. cilësohet si stigmë edhe një fenomen negativ që na çdo ditë luftojmë me këtë fenomen si profesionistë edhe si shoqëri. Unë mendoj që nuk është turp, për shembull, me kallëzu që nuk je mirë, ose që nuk je të ndim mirë, ose që thjesht nuk po mundesh më me vazhdu. Nuk është turp. E mira është asajna që ti mundesh mu ndëgju. E ki kujdesin, ki profesionista, po nëse nuk mundesh direkt e profesionistat, merr një njeri që i beson edhe fol me to. Më thonë, është ajo, unë po du me potencu që t'jemi pak ma të lirshëm me vetën tonë. Ta ndijmë ato që i kemi edhe ta themi. Jo ta mbajmë se ashtu e izolojmë problemin, me izolojmë vetën. Edhe normal që shkatrojmë, se bëjmë marim damin ndihmë. e bëjmë Unë shumë të doktorisht madh, pasi pastaj. që jemi edhe pak edhe tek adoleshentët, ju edhe jeni më shumë në fakt të kyçur në këtë të themi moshë më problematike. Sa është e rëndësishme t'i shërojmë traumat e fëmijërisë. Sepse unë të paktën jam ballafaquar me shumë njerëz të cilat traumat e fëmijërisë i kanë ndjekur edhe të ndjekur gjatë gjithë viteve dhe tashmë në moshat shumë madhore kanë problematika të traumave të pashëruara të fëmijërisë. Reflekton në të ardhme, reflekton Po. të gjëra në të ardhme. Mos të them që edhe i përsërisin gabimet që prindërit, familjarët apo cila do lloj i traumës që ka qenë. Sa është e rëndësishme që nga mosha më e re të shërohen këto, një herë për gjithmonë t'i pranosh si trauma, që ta kesh një, të themi kështu, një moshë madhore më të shëndetshme. Shumë mirë the Valbona, fjalia e fundit ke shumë e qëllume, duhet ta pranojmë traumën. Dhe me thënë, prej aty fillon zgjidhja ose shërimi ose pajtimi me problemin. Duhet ta pranojmë atë që ka ndodhur me neve. Nëse kemi pas ndonjë traumë në jetë, duhet ta pranojmë atë që ka ndodhur edhe ta kërkojmë ndihmën. Sepse çdo traumë që izolohet, fshehet ose ti improvizon me atë traumë tek të tjerët, tek vetja, tek rrethi, nesër në shkollë, në punë, në martesë, ajo reflekton tek fëmijët e tu nesër, tek të afërmit, tek të gjithë. Është shumë e rëndësishme në kohë, unë nuk po e them këtë që ka fëmijë që adoleshentët për shembull nuk mund të jenë të aftë të tregojnë traumën që e kanë. Ama prindi është këtu që e luan rolin kyç, janë mësuesit, po. Duhet t'i integroj fëmijët edhe t'i sheh në atë mënyrë që çka është problemi me ta. Për shembull mësuesit, i ke fëmijët që të shkojnë në shkollë. Janë ekipet aty, për shembull, ju si u tregova psikologët, mësuesit. Ata e shohin që fëmia për shembull nuk ka koncentrim ose nuk është në rregull me të. Ka arsye për ato. Ka arsye për atë. Duhet lajmërohet prindi, se për shembull ai në shtëpi sillet si krejt në rregull, asgjë nuk i mungon, është në rregull, mirë po kur shkon në shkollë. Por në brendësinë e tij ka një shqetësi. Po. Po trinomi i famshëm të cilin arsimtar, pedagog, prind, ndonjëherë në sistemin tonë nuk funksionon siç duhet, edhe kemi këtë problematikë. Po, shumicën e rasteve nuk funksionon ashtu siç duhet, fatkeqësisht, dhe këtu do duhet që ne të jemi pak më të vetëdijshëm, që duhet marrim masa por të patur njerëz adekuat në ato vendet kyçet. Në moshën kur un kam mësuar, se bëhet fjalë për fëmijë. Normalisht, në moshën kur un kam mësuar, gjithmonë jemi informuar për, domethënë, arsimtari më saktësisht ka informuar gjithmonë prindërin, domethënë për çdo lëvizje jashtë normales që ka ndodhur në shkollë. Mirë, po do të rikthehemi kësaj teme, vetëm të shkëputemi me bllokun e reklamave. Mirë, po tema sapo ka filluar kështu. Edhe do të flasim miqdashur për se sa ndikon mënyra e jetës moderne, shkolla, teknologjia, mungesa e pushimit dhe gjendja emocionale që e kemi tek fëmijët. Do ta flasim pas pak me doktoreshën. Qëndroni me ne.
Po Do të rikthehemi. vazhdojmë me të kërcyer, me ritmin e muzikës. humbur Pastaj hiç njerëzit thonë ja kohë, këta drejtro. pacientët që në mëngjes. Ne Një temë shumë delikate që po e nuk do diskutojmë të sot. humbim apo jo? kohë sepse me të vërtetë është një bisedë shumë e këndshme që unë po e shijoj shumë, është një terapi falas që kemi tani në studio Dritro, sepse me të vërtetë është një temë që na prek të gjithëve, nëse jo personalisht e kemi në familje 1, 2, 3 raste, mirë po unë do pak të rikthehemi doktorisht në temën se indikatorët kryesor për një shëndet të rënduar mendor. Njëkohësisht janë shumë faktorë tjerë. Kemi shkolla, teknologjia, mungesa e pushimit, Jeta moderne. gjendjet emocionale të fëmijëve. Si do t'i zbërthejnë këta, doktoresh? Janë të shumta. Janë Është faktorë që ndikojnë rëndu shumë tek jeta, mjaft shumë edhe rëndohet edhe shëndeti mendor. Unë kisha dashur me fillu spari që i përmendet këto trende, këto vështirësi që po i kalojmë ne si shoqëri, e vërtet është modernizimi, teknologjia, sidomos po i afekton të rinjt, adoleshent, fëmijët në masë të madhe, duke shkaktuar gjithë fëmijët e kanë një figurë ideale, që mos me pas probleme, që mos me pas vështirësi në jetë, nuk janë të mësuar për tolerancë prej vetë prindërve ose të afërme, edhe kjo shkakton mandena në mënyrë impulsive të reagojnë me trende të ndryshme ose me varësi të ndryshme. Kjo është ajo problemi që unë kisha. Toleranca, Gjitha këtu. duhet jetë Toleranca është shumë e zvogluar. Ndoshta trendet janë rritur, ama toleranca është zvogluar dhe kjo po na çon drejt një vështirësimi në shëndetin mendor duke kriju probleme ndryshme të aspektit mendor. Pse po mungon toleranca? sepse jemi prindërit pasqyra e vërtet që reflektojmë tek fëmijët, sepse jemi ne ata që s'kemi tolerancë dhe këtë tolerancë e përkthejmë për shembull urdhëro, siç the, urdhëro merre telefonin edhe vetëm largo mos hysh që Si ta krijojmë një shoqëri që është më që reflekton më shumë durim. do të kapim peshkun e artë ose shkopin magjik. Unë mendoj që toleranca zhvillohet. Unë mendoj që toleranca duhet zhvillohet me vite dhe kjo është shkaktari numër 1 që po shkakton këtë mos tolerancë është që ne jemi të mësuar të kemi gjërat instant. Fëmijët dojnë instant mi pas dëshirat e veta, instant me pas gratifikimin, edhe të rriturit dojnë instant mi arrit gjitha gjërat në jetë, edhe kjo automatikisht çon që ti si Ka person një si botë individ, robotike po kështu, mos si me jetë. pas tolerancë, edhe çdo send me dash me arrit në minutë. Kjo i shkakton mandej problemet se ti në mënyrën çastin kur nuk mundesh me arrit diçka, normal që të kap nervoz, të kap trishtim, të kap ankth, frikë, se nuk po mundesh me arrit atë që po do. Njëjtë është edhe për fëmin i njëjti problematik. Për shembull, fëmia dëshiron diçka ose ka qejf të marr diçka, ti nuk mundesh t'ja dorosh fëmijës, po. ose ta realizosh atë, te fëmia ki me pas dëshpërim. Mirë po dhe te vetja ki me shkaktu nervozizëm, pa ankth, vështërsi. Dhe kështu që se vinat rriten në të dy palët dhe Edhe po bëhemi e shef, botë jo po, tolerante. E shef po. mandena e ki kriju një Shoqëri- rreth, një izolim të mbyllur, që shkakton problemet më të tjeshme edhe të fëmijët, mirë po dhe pse jo të prindi. Po kjo ndodhen gjithandej, mund të themi këtë, sepse të njëjtin shqetësime kanë edhe edukatorët, edhe në kopshte, edhe në përshkollat fillore, edhe në përshkollat mesme, sepse njerëzit, siç the, ka filluar toleranca ka rënë gati në zero, edhe po reflektojmë jetën e përditshme ose jetën private, po e sjellim edhe në shkollë, dhe se si mundet ne që njëre për gjithmonë t'i themi stop këtij fenomeni, i cili është i padukshëm, por është shumë shqetësues, sepse dikur fenomen ka qenë lajm shqetësues kanë qenë droga, alkooli në profilin tuaj, ose ka një gamë shumë të gjerë në psikiatri, por tani po bëhet shumë më e theksuar pikërisht kjo, se sa ata të dikurshmet që dikur janë shëruar, ose janë trajtuar. Sepse në fakt ka shumë dëme më kryesore se sa ato që kanë qenë ndoshta kohë më parë, je shëruar dhe ke vazhduar. Tash kemi varësi të shumta, të cilat ne nuk i marrim me seriozitet. Shoqëria po kalon në një psikozë të çuditshme. Po. Në pju kuptoj, unë nuk po du mi shpjegu gjitha gjërat në mënyrë psikiatrike dhe mi dhonë kuptim psikiatrik, çdo problematike që po diskutojmë sot. Mirë po është mirë që ne kur e shohim që nuk jemi të gatshëm ose nuk jemi në gjendje të pranojmë të kërkojmë ndihmë profesionale. Të shkojmë te profesionistat, thash kemi psikiatër, kemi psikolog, kemi punëtor social, prej të gjithëve mund të kërkojmë ndihmë për më të tjetë çka të bëjmë. Dhe jo vetë marrim hapa ose ta izolojmë problemin. Se pastaj kthehemi mrapa tek problematika, tek fenomeni negativ stigma. Edhe ne përcjellim këtë me gjenerata të ndryshme. Kur jemi te kërkimi i ndihmës, unë jam një firm believer, si nuk kujtohet. Besuese? Një besuese e fortë e zjarrt e mendimit që nëse e shohim kudo rreth nesh një shoqëri që është shumë agresive,
Në gjinin mashkullore shohim agresivitet të lartë, që për një parking, për një vend, nuk e di, Gjëra banale, shumë të thjeshta. gjëra që as nuk duhet diskutuare, jo të nervozohemi dhe të agravojmë deri në atë nivel. Ndoshta tek gjinia femërore shoh me një tolerancë më të ulët. Nuk dua t'i generalizoj gjërat, mirë po flasim kështu më përgjithësi që në përditshmërinë tonë shohim. Të kërkosh ndihmë. Duhet fillojmë të kërkojmë ndihmë sepse unë e meritoj të shërohem apo të punoj me problemin që e kam, mirë po mbi të gjitha drejtro që të jemi më të mirë për shoqërinë që kemi. Sa jemi të vetëdijsuar, të përmirësohemi për shoqërinë rreth nesh, për familjen, për partnerin, për më të afërmit tan, që mos ju bëhemi barë tyre. Që unë se kam problem me nervoz, domethënë jam shumë arrogante, jam nervoze gjatë gjithë kohës, mos të ndikoj unë në jetën e familjes, partnerit apo kështu. Sa jemi të vetëdijshëm të përmirësohemi. Që çrregullimet, mund të kemi çrregullime kalimtare edhe çrregullime të cilat duhet të trajtuar. Sepse kemi shumë problematika të tilla. Po, ka problematika që na fat për rrethin. Po. Edhe të gjitha. Po të kuptoj, faleminderit për pyetjen, po unë mendoj që këtë që adresove si problematik, mendoj që nuk është e rrallë, është e shpeshtë. Shumë. Duhet ta dim vetëm se nuk jemi vetëm. Do me thonë, ajo që mund të ndihmojmë dikujt, është i themi nuk je vetëm këtë problematik. E ki kujdesin. Edhe vetës nëse ne kemi probleme me veten tonë ose nuk po ndihemi mirë, duhet ta dim që nuk jemi vetëm. Sepse ne shpeshherë kur e ndijmë veten që jemi vetëm, nuk tregojmë që kemi problem. Se ke frikë mos gjykosh, ke frikë mos keq kuptosh, ke frikë ndoshta se humb dikon më afërt. E humb për shembull shokun ose humb dikon familja ose dëshprimin. Nuk ke qef me marrë rezultatin, dëshprimin prej te dhe ti në atë mënyrë i fsheh ato shenjat që nuk po ndihesh mirë. Mirë po nuk e din që problematikën e bën më të madhe. Unë mendoj se vetëdijsimi është duke shku në rritje, për fat të keq janë duke shku në rritje dhe të gjitha këto problematika të shëndetit mendor, mirë po është e mirë që mentaliteti jonë është duke shku përpara dhe po mundohemi ta bëjmë më të mirën si shoqëri të vetëdijsohemi. Kisha dashur mund të lidh, sot po shënojmë ditën botërore të shëndetit mendor, ne çdo vit trajtojmë tema të ndryshme. Këtë vit është tema qasja në shërbime të shëndetit mendor në gjendje emergjente apo krizash, duke marrë parasysh gjendje në vendin tonë. Kisha pas qef me përmend spari tragjedinë e madhe të Koçanit që ka ndodhur, me të cilit bashkëndjejmë edhe mundohemi t'ja japim kujdesin edhe për krajën tonë profesionale, mirë po edhe si shoqëri. Gjithashtu luftrat në botë, fatkeqësitë e ndryshme, aksidentet. Gjitha këto ndikojnë që ne si shoqëri mos mund ditë sigurt. Domethënë ndjenja e sigurisë ka humb. Në momentin kur humb ndjenja e sigurisë, menjëherë individi ndjen frikë, ndjen ankth, ndjen trishtim, është i hutum, nuk din çka të bën, i ndjen gjitha problematikat si mbar mbi veten e vet. Edhe shohim që bota është kriju si një gjendje e cila po i fut njerëzit ta ndin veten më pak të sigurt, më pak stabil edhe ta humbin kontrollin. Mirë po, kisha pas qef me potencu që në çdo gjendje emergjente apo krize që i kemi ne si popull, po flas edhe në kuptim global, duhet ta dim që s'jemi vetëm. Kujdesi ekziston. S'jemi vetëm, sigurisht që kemi dikë mbështetje ose një krah ku mund të rrëfehemi për ta thënë dhe për ta nxjerrë atë që duhet ta. Sigurisht kjo të qëndron. Doktoresh, faleminderit shumë për ditën. Faleminderit për. Unë do doja kishim edhe një pyetje. Tani ajo pyetja, e din ajo pyetja madhështore që e përmendim gjithmonë. Hajde ju kujdeseni për ne. Po kush kujdeset për ju? Se edhe ju ballafaqoni çdo ditë me lloj-lloj pacient, lloj-lloj shqetësime, lloj-lloj informacione që ndikojnë. Si krijoni monologun me veten? Pyetje qëllume kjo, edhe pyetje shumë interesante. Mendoj që i zhvilloj mekanizmat, ne jemi njerëz profesionista, meqense jemi individ si gjithë shoqëria jonë. Mirë po mendoj që krijojmë mekanizma, të cilat duhet i kemi të gjithë t'i zhvillojmë me kohë dhe ta dim, edhe kisha pas qef me thonë vetëm tolerancë dhe durim dhe ta dim që nuk jemi vetëm. Ço e bukur kjo. Faleminderit shumë doktoresh. Faleminderit për invitin e të mbar, suksese në punë edhe sa më pak paciente, aq më shoqëri më të mirë do të kemi. Atëherë miq dashur, ne po japim fund emisionit për ditën e sotme, me shpresë që do të shihemi ditën e ëndë të njëjtën kohë, në njëjtin vend. Dhe unë do doja të lexoj një informacion interesant këtu, siç thotë edhe që e kam përgatitur. Në kohë krize, hapi i parë është kujdesi, mos harroni. Krizat mund të dëmtojnë ndjenjen e sigurisë, stabilitetit dhe kontrollit. Dhe është e natyrshme të ndjesh frikë, hutim, ankth ose trishtim. Ajo që ka rëndësi është nuk ke pse të përballesh vetëm. Ke një krah, ke dikë përballë,
Thue, mos e mbaj në vete. Apo jo, doktoresh? Letëso, Faleminderit shumë. zemrë, Valbona, faleminderit shumë. Faleminderit drejtoresh kënaqësi dhe gjithmonë më bën që të kem sa më pak ankth, më pak stres dhe më bën Kur ditën. shprehemi. Po, normalisht shprehemi këtu. Të dashur shikues, punoni me veten, punoni me mirëqenien tuaj mendore, fizike, tuaje, mos e mbaj brenda vetes. Gjej një person që i beson dhe gjithmonë ndaj ato problematikat më të thella të shpirtit. Nuklearen që e kemi në shpirt, që mundohet. Se ndonjëherë edhe fitil shkurtër, kështu që mos bëhemi fitil shkurtër apo mos ndizet, duhet ta nxjerrim edhe ta themi. Shihemi të hënën në të njëjtën kohë, në të njëjtin vend. Deri atëherë. Fundjavë të mbarë. Mirëmbëngjes të gjithë. shitemi.